Po, është e vërtet, Librazhdi është më i zhvilluar se që mendoja. Okej, nuk ka asaj shumë gjëra se Saranda si qytet, që ka disa gjëra, po ka shumë gjëra se Himara, për shembull. Po shikosh këtu në prefekturin ka të gjitha gjërat bashk, edhe në një vend. Shikosh atje që nga Aluizni, që nga QKB-ja, Instati, Kadastra, Dege Thesari, të gjitha i ka rreshtu, pavarësisht se pedonale ni këtu ti këtu, banka kishte, kurse në Himar edhe një dy bankomate që janë, herë punojnë tjetër muhabetaj. Nëse me Sarandën mund të them që janë kokë me gjërat që kanë. Domethënë ke avokat këtu, ke gjëra mbase kam shumë. Në fakt jo kam shumë Saranda, po dhe avokat kështu. Por me Himarën ja kalon totalisht këtu. Pra, nëse vjen nga borxhi për shembull në ver, edhe vjen këtu të shikosh gjërat i ka tëra gjërat. Edhe që nga duke filluar nga gjërat më të thjeshta, zgjohesh mëngjes nga mëngjesoria, nga hotelet çka këtu nga këto, po jo vetëm për turizmin, dhe për çdo gjë tjetër. Edhe veç atyre kanë dhe heronjtë e tyre. Edhe këtu, edhe te pjesa përtej që ishin ata të partizanëve. Lulishteve u bëjnë hizmetin. Jo po fol po dëshe, me bashki, me shesh, me futboll luajnë çunat atje, sporrin telefon kot, edhe me pallate të mëdha. Dhe brenda qytetit, po gjithashtu dhe jashtë, ke gjelbërim.